zgjodha momentin e dur për të demaskuar një lajm ose disa lajme që kishin dalë më përpara. Okej, se unë jam vetë pjesë e medias edhe e i shikoj, sepse merrem me një, do më drejtoj një radio, okej, dhe i shikoj se çfarë ndodh. Po sa demaskove bëre më tepër tymnaj aty. Kush? Nuk e demaskove, bëre më tepër tymnaj. I le njerëzit të aludonin akoma dhe më shumë. Po vitet e lindja Vesës mua aty ishte data 12. Unë shpresoja që t'isha prapa aty në skenë, doja që të bëja, doja që edhe shpresoja që produksionit ma sillte Vesën aty. Unë e kisha, duhet ta pranoni që aty brenda, unë kam lojën time me patjetër që unë duke shpresuar. Po, a do ma lesh ma ta flasë? Këtë pjesë e lojës, pse u bë kjo pjesë? Tani, këtë po them. Tani, duke qenë se unë aty në lojë kam... drejtja e jote. A maroj që ta dio? Në më mos pyet atë ti, pyet mua, ç'ke? Po nuk po më kthem përgjigjet. Kujto se po fiton në këtë rast, po nuk je duke fituar. Tani duke thënë fituar. Dëgjoj. Ke fituar ti 100.000 euro. Dëgjoj. Po patjetër, jam shumë i lumtur për këtë gjë. Unë s'kam marrë për të fituar. Elton. Po. Ne kemi qenë nga çiftet më të kërkuara që në vitin 2011 e deri më sot dhe ne nuk kemi nevojë të shpërndajmë lajme portaleve vllai dashur. Të tjerë janë ato që shpërndajnë lajme nëpër portale.